Përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri në Vibe. Sot jam shumë i lumtur që në studio kam një nga emrat më të përfolur dhe më të dashur për publikun shqiptar, reperin Dulla. Faleminderit Klea për ftesën. Pas shumë mundimeve, më në fund erdhe. Të falenderoj unë ty. Erdha mas shumë mundimeve. Nuk mund ta. Edhe do të flej. Me që ishim edhe komshi, domethënë afër studiove të juaja, pranova, thash me që i kam edhe mish, se ku do shkoja pastaj, si do dilja para, mëse, si do të shkëmbeni. Patjetër, kjo ka shumë rëndësi dhe jam shumë e lumtur realisht që të kam në studio. Shumë faleminderit. Duke qenë se edhe unë i dëgjoj shumë këngët e tua, i kam dëgjuar dhe më e vogël, edhe kam kënaqësinë të kem këtu. Sa vite u bën në këtë industri? Atëherë, po. Kam gati 20 vite që unë domethënë kontribuoj për artin në Shqipëri, ndoshta dhe underground, ndoshta dhe publikisht dhe me projekte dhe me këngë, por vite kam goxha, pavarësisht nuk e kam pas gjithmonë prioritet muzikën. Muzika është thjesht një hobi për mua dhe unë gjithmonë domethënë e kam lënë si plan të dytë, jo si plan të parë për jetën time. Plan të parë çfarë ke pas? Arsyeja që unë domethënë dal shumë rrallë, a kupton? Rrallë për mall, pra. Po kur del fuqishëm. Patjetër. Cila është gjëja jote parësore? Se më thënë nuk e kam lënë gjithmonë muzikën dytësore. Parësore është puna. Aktiviteti, takimet me njerëzit, nuk po të flas domun pa i lek kështu se është personale, nuk po hyj domethënë, po që e kam domethënë gjë më elementar, më të nevojshme për jetën, ose më duket më e qetë, se muzika është shumë e zhurmshme, a kupton, për jetën, nuk të lë rahat. Nuk je komod të rish gjithkohës të merresh me muzikë dhe mendon se anashkalon gjërat e tjera, familjarët, njerëzit e dashur, duke qenë se duke njoh muzikën shumë edhe botën e muzikës së të artit edhe në përgjithësi, domethënë shoh që asnjë artist nuk ka paqe në vetvete, a kupton, dhe këtë kam kuptuar dhe kështu që e kam kuptuar shumë mirë, a kupton, dhe kam zgjedh që të jem Dulla bon rap, momentin që ka bif me një artist Dulla direkt del në origjinë, kështu që kjo lojë më pëlqen këtu edhe e le deri këtu. Shumë e bukur kjo, po te bifet do dalim pak më pas. Okej, nëse po. Tani dua të di cila ka qenë muzika jote e parë që ke dhez. Atëherë. Kënga ime e parë ka qenë Maj Shqipes, ka qenë kënga ime e parë dhe kanë qenë shumë pjesëtar të grupit OTR. Pastaj kënga që kam dhez, domethënë isha 16 vjeç, 17 vjeç kur kam bë albumin kur Noizi ka bë albumin e parë. Kam marr pjesë ka albumi i parë i Noizit, kam qenë 17 vjeç. Po. Cila ka qenë muzika? Kënga Forca Magjistari. Për atë kohë ishte një këngë shumë e bukur underground edhe sot po ta dëgjosh prap ka një veçanti ndryshe nga të gjitha këngët që mund të jenë aty në atë album. Kuptoj. Aty domethënë ishte ajo ishte emocioni i parë i fortë. Pastaj tjerat nuk ose gjithmonë nuk është muzika më pëlqen, kushdo që shkruan bën diçka më pëlqen, a kupton. Ti shkruan vetë tekstet e këngëve? Po, patjetër. Sa nga ato, sa përqind atyre teksteve që ti publikon kanë të bëjnë me jetën tënde personale? Nuk po themi 100%, domethënë që çdo tekst, se jo çdo gjë që shkruhet besohet. Domethënë ka momente që në brenda në tekst ka gjendje shpirtërore të një artisti, po e marrin përgjithësi jo vetë unë, që shprehin domethënë një pak kënaqësi ose shprehin një urrëtie, shprehin një gëzim, e di, manifestojnë diçka në një dy rrjeshta, ke parasysh domethënë mundon që ta të shprehin diçka, po që nuk mund themi që çdo rresht aty është e jetës personale, sepse ajo është strukturë që ti si pikturë që e mbush me ngjyra, kupton? Repi si përkufizohet? Të ketë të përmbajt dise, bife, çfarë ka në thelb? Është ajo bifi momentit të reperave, një reper me një reper tjetër përmban shumë përmbajtje të brendshme emocionale që mund t'ja shprehë një reperi tjetër, pastaj në vetvete ka shumë, është shumë, se ne kemi parë s'mund ta përkufizoj sepse nuk e di, domethënë ka shumë gjëra. E kuptoj se ne kemi parë dhe shumë repera që tekstet nuk i shkruajnë vet.
Unë mendoj se ndoshta në një reper reper që mund të jetë në një nivel shumë i lartë edhe mund të marrë diçka, edhe mund të marrë një tekst nga dikush tjetër, nga një tekst shkrues tjetër, një vi melodike ose shumë normale apo sepse ndoshta e ndihmon ose e nxjerr pak nga ajo guaska ku ai ka qenë, nga ai stili, dhe ndoshta një tekst shkrues jep një vi melodike dhe një domethënë një botë të re për mua për shembull si artist. Edhe nuk është keq, pse jo, pse mos shkruajnë dhe për artistat. Por për Drekun shkruajnë 200 veta. Dulla, çfarë sakrificash kërkon ky profesion? Normal do impenjim, punë, do investim, marketing, duhet t'jesh i plotësuar, domethënë që ti ta kesh muzikën edhe mos të kesh më gjë tjetër për të bërë përveç muzikës. Dhe nëse ti domethënë nuk ke gjë tjetër për të bërë përveç muzikës dhe ke ndoshta faleminderit Zotit mundësitë e mira, atëherë ti duhet t'i përkushtohesh shumë. Ka sakrifica se nuk mund të bësh. Mund ndesësh edhe me një këngë, një tek këngë, marrove punë. Puno gjithë jetën ti agut. Ose të gjithë artistat presin vetëm një tek këngë agut që t'ju japi atë që kërkojnë. Sot repi shqiptar është shumë konkurrues. Po. Ty çfarë të veçon nga të tjerët? Ideja është që nuk është se kam ne veçanti shumë të madhe ose të tjerët, se të gjithë njëjtin proces bëjmë, thjesht Dulla është i vjetër në lojë, e din si luhet loja, e din si është loja, edhe në moment që Dulla do të hyjë në lojë dhe do të marrë vëmendjen, Dulla di si ta marrë vëmendjen edhe di se si ta luajë, kupton. A mendon se repi shqiptar është në kulmin e tij apo ka qenë më parë, vite më parë kur ke dalë ti? Unë mendoj që është gjatë rrugës perfeksionimit. Domethënë më përpara nuk kam qenë shumë kushte për me bërë rap, studio, beatmakera ose producenta, kurse sot është më e thjeshtë për të gjetë beatmakerat, producentat, studion. Domethënë sot janë gjërat më ashtu dhe unë mendoj që sot është tani o momenti domethënë më që është muzika shumë në ngritje domethënë. Ka dhe shumë artista të rinj. Dua të di, a e ke zgjatur ndonjëherë dorën ndonjë artisti të ri që është i ri në treg? Po i talentuar. Patjetër. Edhe sa mbështetës je për këto artista të rinj? Patjetër. Bjondi! Kush është Bjondi? Kjo është Telagja, quhet këngëreq Bjondi, Armedi, emri i artit, se Bjondi e trasim ne. Kemi realizuar një këngë shumë të bukur, ka edhe një tip mini albumi 6 këngë të veta dhe tani po punojmë për klipin. Është shumë artist i ri, është shumë artist i mirë, producenti vet ishte vetëm 17 vjeç, a kupton, dhe ai ishte super i talentuar. Nuk ma priste menja domethënë që mund të ishte aq i aftë për ta bërë. Ka bërë bashkëpunim me ty? Patjetër. Pritet të dalë diçka? Kënga ka dalë, po punojmë për klipin. Si i kanë nxjerrë një tip mini albumi 6 këngë, vetëm me lyrics, dhe tani jemi duke i bërë projektit ton, jemi duke i bërë klipin. Edhe më vjen mirë që i mbështet artistat e rinj. Pafund i kam mbështet dhe do t'i mbështes. Edhe është gjë shumë e mirë dhe unë doja ta di kush ka qenë personi i parë që ta ka shtrirë dorën ty në hapat e tu të parë të karrierës. Dulla vjen nga grupi OTR dhe normalisht nuk ka pas kush tjetër për me ia dhënë dorën përveç grupit OTR dhe i përshëndes gjithë çunat. Keni qenë bashkëpunim. I keni dhënë secili dorën njëri tjetrit, duke qenë se keni qenë talente të gjithë. Të gjithë për një qëllim. Edhe është gjë shumë e bukur. Shumë e bukur. Të jeni një grup të gjithë për një qëllim. Shumë e bukur. Shumë e bukur dhe shumë e vështirë dhe shumë e dhimbshme. Do doja të të pyes pse nuk e dija ke përgjigje për këtë. Nuk e dija do m'japësh përgjigje, pse është e vështirë. Pse është e vështirë? E dhimbshme. Po nuk e di se apo vazhdon konkurrenca. Ti je një vajzë e re, je në kulmin e rinisë tënde edhe shumë vite më përpara, domethënë muzika ka agravuar në për shumë ka kaluar shumë atë cakun edhe është kthyer në dhunë reale. Duke u kthyer në dhunë reale, pasojat kanë qenë të shumë të mëdha për disa njerëz, shumicë rreth që nuk po i hy më thellë sa gjë. Okej, e kalojmë këtë dhe tani dua të di sakrifica motër. Sakrificat pra. Luft motër, luft. Sa ke sakrifikuar ti për të gjithë këtë rrugtim tëndin?
Jetën më. Jetën. Kemi shkurtu jetën për këtë rrugtim. Ja ka vlejt? Po normalisht që ja ka vlet, unë këtë gjë kam pasion. Unë muzikë do bëj edhe 60 vjeç, ndoshta s'bëj 5 vjet, do bëj mas 10 vjetëve, a kupton? Por unë kam pasion, unë këtë gjë e bëj se e dua, nuk e bëj për të tjerët, e bëj për veten time. Dhe nuk e di. Pauzat a janë të mira? Të bësh pauzë për një kohë të gjatë? Apo humbasin audiencën? Nëse rikthehesh fuqishëm dhe me diçka ndryshe, unë mendoj që nuk ka të bëj. Nuk ban. Nuk ka të bëj, domethënë, nuk të penalizon nëse ti kthehesh fuqishëm me një. Por gjithsesi varet, edhe mund të bish, por momenti që ti nuk e di se si funksionon loja, se si është loja, atëherë mas një pushimi të madh ti, a kupton, nuk mund të futesh kot, edhe hajde se po futem, duhet ta dish se si është loja e muzikës, se çfarë duan. Dhe çfarë duat dhe çfarë po luhet, që ti të godasësh. Ndryshe ti nuk godet. Edhe ti nëse ti nuk godet drejt për drejt, dikë një filan fistek. Është e kot, mos ju fut. Cili është disi i fundit që ke bërë dhe për kë? Kë ke goditur? Tani dua të di çik. Kë? Disi fundit. Jo, për ato që më njohin e din gjithë, domethënë se si qysh tek, se si është kënga fundit, disi fundit. Po ma thuaj pra dhe mua. Domethënë, fal, i para fundit. Tani po vjen një tjetër i fundit. I fuqishëm? Po, patjetër. Domethënë të rrin gati, të presin disin, të gjithë, bashkë me mua. Patjetër. Të para fundin pra na e thuaj. Disin e para fundit. Ultimo, titullohet Ultimo. Për kë është kjo? Nuk po hym thellë se ato që më njohin e di nuk du fare të japim, domethënë ose vëmendje ndoshta, po ti jap rëndësinë. Okej, nuk u jap rëndësi. Du të jap më rëndësinë jetën time. Gjithsesi ato e din edhe patjetër që e di. Dua të di kush është artisti që vlerëson më shumë, artisti shqiptar. Nuk do t'ja jap vlerat asnjë artisti tjetër përveç Noizit. Ai është makineri pune. Kjo është vërtet. Se besoj që e arrit njëri, nuk ka shans. Me që kalove të Noizi. Kalum pa dashje. Si ke hallet me Noizin? Keni ndonjë marrëdhënie? Se shumë janë të interesuar. Ne shumë miq të mirë. Jemi që 16 vjeç. Miq edhe shok. Kemi ato kicmicët tona. Si të gjithë. Gjithsesi i përshëndes gjithë çunat, edhe Noizin veçanti. Je mo dulla atërë? Po patjetër. Deri vdekja. Vjen mirë, nuk je tradhtar. Ideja është që unë jam një pjesë domethënë një pjesë e mirë e otërës, a kupton, nuk është një shaka, domethënë. Do të thoja më i miri? Jo, po flisha si dulla, si individ dhe me njerëzit që kam brapa është një pjesë që e plotson otërën. Do një bashkëpunim me grupin. S'jam më unë dulla otërë. Do një bashkëpunim me grupin, me ndonjë pjesëtar të grupit. Patjetër, kemi këngë, por ndonjë të re. Tani në verë me kë? Po ta le surprizë, nuk po ta them këtë me kë, por do jetë surprizë, ma beso do jetë e fort. Po, patjetër. Dulla ke shumë tatuazhe. Dhe janë të bukur. Ka ndonjë domethënie? Patjetër. Po pse ma bone këtë pyetje mi këtje? Pse shkove ke tatuazhet më i mod? Po tani çfarë shoh? Çfarë domethënie shkan? Çfarë domethënie shkan? Atëre. Gjithë simbolet janë simbolet e Dodonës. Dhe janë të shpërndara në trupin tim. Ai simboli Dodonës tamam është komplet i bashkuar. Dhe unë me fantazinë time i kam shpërndar simbolet. A kupton? Këto simbole prezantojnë një njeri që shpërndan dritë dhe mirësi. Domethënë janë të veçanta në llojin e vet, domethënë asnjë në rrezullin toksor nuk i ka ose nuk e ka mund ta imagjinojnë atë që unë e kam imagjinuar dhe që e kam pastaj realizuar.
si piktura. The që përcjellin dritë dhe mirësi. Po, domethënë shpjegimi këtyre tatuazheve është ky. Një person që përndan dritë dhe mirësi. Sa dritë dhe mirësi. Unë kudo që shkoj jam dritë, kudo që shkoj jam buzëqeshje, kudo që shkoj jam vibe, kudo që shkoj jam energji. Je vibe? Po, energji. Dhe ka ardhur tek emisioni Vibe. Pra, shikon ça vibe i do përcjellim ne në publikun tonë. Pa, dullën nuk ka jetë, am kupton. Mund po 3-4 ditë këtu me ty dhe me stafin tat, nuk do mleni me hik nga këtu. Do mboni në krevat aty dhe do rri aty. Mbase. Ide e mirë është kjo, mund të vish. Tani, dua të kaloj tek ca gjëra pak më spicy. Folëm për jetën, për sakrificat, për rapin. Jep, shtje. Por, kurioziteti im, me femrat o vlla, qa bëhet? Si ke hallet me femrat? Kena ngel biqar me motër, kena ngel nder, po, nuk na merr kush, nuk na merr njeri. Pse? Apo shfaqesh ai bad boy? Se unë mendoj se çunat, një çun si ti, me aq sa kam arrit të kuptoj, dashuron shumë. Edhe je shumë i dashur. Po, jam shumë i dashur, normalisht. Po, kam pas eksperienca të shumta. Po presim të vi shpirti binjak. Çfarë të them oj Klian, nuk kam Shpirtin binjak duhet ta kërkosh, se nuk vjen kështu nga hiçi. Patjetër, po që i dia i sipër domethënë. Unë mendoj që është diçka që ti pret diçka, por ajo gjë që të vjen që është përgatitur nga Zoti për ty është aq shumë e madhe sa ti nuk mundesh fare ta imagjinosh. Edhe më pëlqen shumë kjo që the, edhe vlerësoj shumë që një artist flet në këtë lloj mënyre për ato që ka shkruar Zoti, për një besimtar, do të thotë që je besimtar i madh. Por jam besimtar. Por unë dua të bëj pyetjen tjetër. Të gjithë janë besimtar, gjithë kanë nevojë të besojnë. Kjo është shumë e bukur, por dua të bëj pyetjen tjetër. Si është gruaja jote e ëndrave? E bukur. Boj skip Klea kësaj, nuk mund ta. Jo, nuk e di më Klea tani, nuk e dim çfarë ka përgatit Zoti. Ndoshta nuk ka lidhje me bukurinë, ndoshta mund vi një person që mund të më përshtatet. Ke parasysh me tipin, me njeriu që jam, me karakterin që jam. Si do nusën politikane, këngëtare, gjyqtare. Se është e thellë kjo. Se jam vetë peshorja prani. Super, e bukur kjo. Shpresojmë të të vi. Shumë goja. Shikojmë. Po ndashuri, ke rënë ndonjëherë? Po normal, unë mendoj që njeriu në jetë nuk kalon vetëm një dashuri. Sa kalon? Nuk e di me saksi që mund ta them, por që një gjë është e sigurt, që e dashuron një shpirt. Edhe mbasi mund ndahesh dhe ti do ta dashurosh gjithmonë atë shpirt. Unë mendoj që gjithmonë do ta dashurosh atë shpirt. Pavarësisht se ti mund të kalosh shumë eksperienca, por një shpirt është i vetëm që ti do ta dashurosh deri në momentet e fundit të jetës tënde, mendoj. Ky është mendimi im, pastaj nuk e di për. Kjo është shumë e bukur. Je zgënjur ndonjëherë? Patjetër. Nga kush? Patjetër. Zgënjesh dhe nga koha, del nga shtëpia, shef diell dhe sa mund të ecësh 1 kilometër, bjen shija, kupton. Kështu që nuk mund të them sa qysh tek, si, pse, qysh, por është e jetës, nuk kemi çfarë të bëjmë, nuk e shmangim dot. Si ke përballuar zgënjimet, kanë bërë më të fortë? Po patjetër më të fortë. Patjetër më të fortë. Të lena të psen, pikpyetjen domethënë përse, sepse ti nuk e meriton domethënë që të zgënjesh, sepse një njeri që është i pastër, është pozitiv, përcjell energji të mirë, domethënë nuk është person që të ngacmon, person që të bllokon atë hapësirën tënde, të bëhet njësh me kpucën. Edhe vjen keq domethënë. Atëherë mund zgënjemi nga shumë gjëra, po e marr në një raport shoqëror, për shembull, a kupton? Nuk kam çfarë të them më Klea, a kupton, më vjen keq, por ndoshta fajin gjithmonë unë e gjej ke vetja, them dulle po. Kishe ti faj. Kishe ti faj.
Edhe aty dërgjegjësoj, domethënë e heq atë energji negative se them kam unë fajin në vlla, unë isha më i mirë se ç'duhet, kështu që kjo është e bukur. Ndonjëherë nëse je më i mirë se ç'duhet, është problem. Unë mendoj që nuk është problem, sepse kjo është ajo rruga për të nxjerrë ty nga ajo gjëja, sepse ne nuk e dim asnjëherë pse ndodhin gjërat, sepse çdo gjë ndodh për një arsye. Ndodh për një arsye. E ketë sigurt, kështu që më mirë t'ja lëm domethënë rrjedhës të jetës, sepse është më mirë, mos u mundo liro drejt asaj rruge. E mirë e keqe nëse ti je në atë drejtim, mos bëj as majtës as djathtas. Ti mendon që ai është fati jot. Ti mendon dhe që të kohë që jemi shumë të egër. Po. Është më mirë të jesh i drejtë. Kur je i drejtë thonë je edhe budalla. Apo marrim kështu trash. Po. Por nuk do të thotë domethënë që ti duhet mos të jesh i drejtë, që të njerëzit të të vlerësojnë. Nuk e di, unë mendoj ti jesh i drejtë gjithmonë, s'ka problem, sido që të bie çekiçi në goshdën tënde, a kupto? Ti jesh i drejtë. Ti jesh i drejtë dhe i papërkulur. Sa do poshtë të gjysi çekiçi. Kalojmë pak tek komentet. Se vjen sqepar pastaj. Që është fut ajo gosha deri në fund dhe ka 2 cepa të vegjël ajo dhe tak e ngren pak kështu. Aq donë, sa të ngret pak këtu, a kupton? Edhe do dali gosha prapë drejt, a kupton? Nga goditjet e çekiçit. Po pra i drejti zhytet, po s'mbytet. Bravo. Kjo ishte. Fama, leku. Po. Qa do dulla, fama po lek? Dua miq. Dua shok. Dua shoqe. Dua një park. Dua një liçen. Dua një det. Dua një mal. Dua një zgar të vogël. Me miqtë e mi ku të pjek diçka. Nuk dua as famën, as lekët. Dua të jetoj jetën me thjeshtësinë dhe me atë energjinë që unë jetoj gjithmonë. Nuk leku dhe fama është shumë e keqe. Edhe leku po ashtu, shumë i keq, sa më shumë lek, aq më shumë probleme. Edhe me një që mbledh kanoçe aty ke rruga barikadave, kupton? Që mund t'i japi cigare, mund ta pyes si e vllau lodha, si po a kupton, që ndoshta ne jetojmë me shumë komunitete rreth nesh që kanë shumë nevoja, kanë nevojë për ndihmë, kanë nevojë t'i thush dhe mirëmëngjes. Kupton? Edhe domethënë gjithmonë në jetën time kam qenë shumë social, edhe plus që jam rrit në Tiranë, jam Tiranë s'dem babadem, e njoh Tiranën kështu me milimetra, çdo cep atë Tiranës, më njohin dhe i njoh. Edhe nuk e di, modestia dhe socialiteti im domethënë është më pëlqen shumë ke vetja, sepse më japin gjithmonë energji të mira, edhe në kur e pyes një njeri që s'ka, ose një njeri që vun, ose një njeri ose më ndihmoj plak me i çu diçka deri sipër ose ku diun. Unë kështu jam mësuar të jetoj në Tiranë, a kupton, dhe mua nuk më bën punë as leku, as fama. Famën e ke ti tani? Jo, fama me iden, kurse llogarit më përpara shumë viteve ne ka pas qenë një kështu një edicion që u bote me shkollat e mesme, u quhet Rinfest. Edhe kanë qenë telefonat çulal me kanë qenë ato Nokia, as kamerat nuk i kishin dalë, ma beso, për zotin e madh. Edhe i kisha çerçafat ke piramida lal me emrin Dulla, aty që 16 vjeç, a kupton, edhe nuk e kam pas domethënë atë vëmendje, fama vëmendje, përkthehet në vëmendje. Edhe kur njeriu mësohet të jetë në qendër të vëmendjes, ai do që ta mbaj gjithmonë qendrën e vëmendjes. Edhe kur dikush mund t'ia marrë qendrën e vëmendjes, ti si bën uqër. Po ti si e ke mbajt famën dhe ti je gjithmonë në qendër të vëmendjes, duke qenë kaq modest? Modestia ime dhe socialiteti im me njerëzit, në momentin që një person vjen dhe flet me mua, ai domethënë merr një energji shumë të mirë dhe nuk e ka menduar kurrë që Dulla do ishte kështu, ose Dulla do të jepte kaq muhabet, ose do të unite mirë, ose s'do ta bonte të ndinte keq. Një njeri përballë ose anash kudo që të jetë, a kupton? Por që modestia ime më ka ndihmuar që të mos të
mos më ngrihet hunda edhe mendja se jam shoku filanit, e kam net me fistekun e me filanin, e kam punu me gjithë estradën shqiptare, me gjithë estradën kosovare, me gjithë estradën italiane, evropiane, kam punu me gjithë artistat europian dhe disa londinez, do më thënë, producenta pa fund, edhe unë nuk kam shkel asnjëherë, i kam pas gëzem trut në re, po komën i kam pas në tokë. Edhe pra ne, nuk e di, ose unë nuk e kam ndier asnjëherë atë famën, ose ta thush ta ndjesh, a kupton, famën ose atë presionin e famës madhe, se gjithto njerëzit, artistat për shembull, për famën po e bëjnë, a kupton? Të gjithë për famën, më beso. Të gjithë. Ka që janë të talentuar pastaj, por që fama është shumë e keqe, nuk më pëlqen, me thënë të drejtën. Mua më vjen habi. Nuk e kam pas menduar, domethënë, por në disa raste po them që dulla ashtu po më njohin, me thënë të drejtën. Por të njohin dhe besoj të duan dhe për shpirtin e mirë që ti je. Patjetër. Por më vjen habi se disa artista kanë qenë mjaft të mirë, pse humbasin gjatë rrugës? Llogarit po si se ne folëm shpar edhe për zhgënjimin. Nëse një artist zhgënjehet, vritet shpirtërisht, edhe ai pasaj do kohë që të ringrihet edhe një herë. Po se një njeri mund të thyet dhe me një fjalë, vetëm me një fjalë mund ta thysh një njeri, mund ta lesh në meditime 3 muaj duke menduar pse ma jeti nga ato persona që thyesh me një fjalë. Unë jam, domethënë, nga ato thyem në vetvete, po ama reagimi mund të jetë shumë i keq nga ana ime, po unë thyem. Nëse bëhet fjalë për një fjalë, ma thon një fjalë kot, të më ofendosh kot, unë edhe në marrëdhënie me shokët e mi, me shoqe, me çka kam, a kupton, as nga goja ime nuk ka dalë asnjë fjalë e keqe. Edhe normalisht që thyem o kleja me ma thoni fjalë keq, ose me më ofendu nga hiç, ose me ma mungu respekti. Po diset të kanë thënë ndonjëherë? Te diset qëndrojmë. Atëre, Dulla ka bo dise, edhe është nona diseve, edhe e din ato të gjithë që po më shohin. Edhe e din e të gjithë. Edhe kujdesti, se ditë këshia po vim për ju. I paralemrova. Je thënë ndonjëherë nga diset. Edhe që disha me thonë, po, edhe ke pjesa diseve, Dulla gjithmonë ka qenë brenda përmbajtjes së diseve. Nuk ka te kaluar ndonjëherë, domethënë për shembull, ti hyj një artisti, një raperi dhe ti bëj një dis të drejt për drejt me emër, ose ke parasysh tu e fy duke ofenduar rënd. Nuk jam ke kjo pjesë e ofendimeve të rënd, por në mënyrën artistike, po në mënyrë vulgare dhe në mënyrë shumë keqe, domethënë me nxjerr fjalë të këqija nga goja, nuk mund ta bëj dot. Në mënyrë artistike, po. Në mënyrë artistike të godas me dis. Ke parasysh? Nuk përdor fjalë të dhunshme, banale, fjalë, a kupto. Unë edhe klipet e mia, po ti shohësh gjithë klipet e mia, a kupto. Nuk e di, nuk ka pjesë, domethënë, ku unë nxjerr armë përveç një klipi që një djalë, një artist i ri, domethënë, i dhash dorën si shok, si mik, si vlla, pa si lloj interesi, pasha zotin e mod. Ai kishte atë domethënë atë bagazhin e vet, e kishte gati, e mundsu me bën klipin, po flas për armë, për drogë, për budalliqe kështu, domethënë, nuk më ka pëlqyer kurrë me i ekspozu në ekran, ose me ja dhën këtë kulturë, domethënë një 16 vjeçari tani, jam kupto, ose një 14 vjeçari, tu pa tani me thika, me pistoleta, a kupton, me thas, me që se në thelb nuk tregojnë asgjë. Një xhiro me makinë bie 20 kg, po të bësh i qark. Nuk tregojnë asgjë. Por nuk më pëlqen kjo pjesë, domethënë boni dise, boni art, po brenda kornizave. Me që jemi te dise, do na e bësh i dis brenda kornizave. Për një X person që nuk do ta themi kush është ai, por mbase e kupton vetë ai. Tani live. Na shef ke laja, dorme manushaqa, e kam kor ke bacja, dredhur veç për ty, o sa u knaqa, jo s'ju arasa, ju a thash vërtetën, juve u ndërsy. Je i madh.
Më pëlqen. Faleminderit. Je talent. Që nuk do humbasosh kurrë vlerat e tua. Faleminderit Klea. Faleminderit për vlerësimin. Juve dhe gjithë studios dhe stafit, më fal. Përshëndes ty Klea, stafin dhe të gjithë. Stafin një herë se e kemi të mrekullueshëm. Stafin që punon për emisionin Drive. Na ngrohet se po kisha pak emocione me dhënë drejtën. As i lloj emocioni, ti je artist i vjetër. Tani, folëm pak më parë për estradën. Po. Do kalojmë në një rubrik spicy chick. Kemi gati? Po. Tani, unë do të jap ca emra personazhesh, edhe ti do t'i komentosh me një fjali. Me një fjalë. Me një fjalë? Fjalë. Po mos është shumë e vështirë me një fjalë? Okej, me një fjali. Po mirë me disa fjalë dhe një fjali. Noisy. Do mbahet mend gjatë. Histori e gjatë kjo. Stresi. I shuar. Me që jemi të noisy dhe stresit, çfarë mendimi ke për shoqërinë e noisy dhe stresit? Fuck noisy, fuck stresi. Janë fake? Jo, s'mu themi fake, sa ato janë me mish, me gjak, me sy, me... Është shoqëri fake? Okej, kalojmë tek Ledri Vula. Kam pas rastin ta njoh Ledrin. Shumë djalë i mirë, i kulturum, shumë artist i kompletum, punëtor. Okej. Kapital ti. Gjallëshi, bën muzikë akoma kë? Po? Se di. Nuk e një. Okej, na shkallojmë. Jo që se di, po kam ne ku ti ç'a të them. Djali i mirë është. Bukurosh. Don Johnny. Trof karantina, o vlla. Buta. E përshëndesim. Unikatili. Atëre. Poet. Dhe nuk do vdesi kur. Tani kalojmë pak te femrat. Do më thonë do ndrojmë breza edhe muzika e Unikatilit do ngjohet. Do mbahet mend gjatë. Mend gjatë, shumë gjatë. Dafina Zeqiri. Dafina mirë, Dafina shumë e mirë, shumë si mund të themi për Dafin, si mund të them në një fjalë keqe për Dafinën më shumë. E njoh personalisht, kemi punuar me Dafinën edhe në studio. Është shumë e talentuar, Zoti i dhon dritë fëmijës atyre dhe bashkëshortit të saj. Artiste kompletuar që ti. Tajna. Shumë e fort është, shumë e fort. Dhe njoh edhe personalisht Tajna shumë e fort. Mund të them tani që mund të jetë në top list, mund të jetë e para për momentin. Kemi dhe Melindën. Tajna më pëlqen më shumë se Melinda, me thënë drejtën. Pse? Stili. Por edhe Melinda nuk është keq, shumë e mirë, shumë artiste e mirë është. Shumë artiste e mirë është. Edhe Melinda. Ka sjell një frymë të re në ato momente kur hyni. Sipas teje, kush është reperi më i mirë live? Kush bën rap më mirë live? Dulla! Nëse një sekond. Për mu live është MC Kresha dhe Liri Kanson. I përshëndes Kresh. Përshëndes bro. Por reperi me tekste më të forta. Gjo. Do të them prap Unikatilin. Ai do të thënë është tekst shkruesi, rapi dhe poezia i popit në Shqipëri dhe në Kosovë. Artisti më punëtor që punon pa mas.
Po s'ka për Noizi jo më punëtori, ta dish, nga gjithë. Harroj, zeroj gjithë, ajo më punëtori. Jo se kam në gjonë, se mund zgjidhja me folë edhe keq, apo të folë. Okej, artisti që meriton më shumë sukses. Vallai, unë meritoj më shumë sukses. E meriton. Unë meritoj më shumë. E meriton. Po ta kishim bë këtë intervistën sot, edhe për shembull të bëshim një intervistë tjetër nesër. Ndoshta mund ndryshosh, mbash top pyetjet, por në bëjmë një përmbajtje tjetër ose pyetje tjera, kuptoj, ma besoj që do mërzisja shumë ose do t'i mërzisja shumë, kështu që më mirë. Unë meritoj më shumë, unë. Pse meriton ti më shumë? Se jam më i miri. Je the best. Okej, tani dua... Si person. Si reper. Nga të gjitha anët tjetër. Tani do të doja të di, sipas teje, këngëtarja më seksi. Këngëtarja më seksi? Nësë shofim as televizor, kush mund tjetë këngëtare seksi, për shumë ndihmo pak. Po! Era i Strefi. Të pëlqen? Po. Mendoj që ajo është. Është e mirë. Po. Mendoj. Edhe në skenë performancat edhe klipet për ty. S'ka nevoj për shumë komente. Era i Strefi, Klea. Shumë seksi. Tani, postimi i fundit në TikTok, joti ka qenë nga protesta. Po, edhe jam mërzitur shumë që artistat më në zë nuk e kanë mbështetur. Nuk ka lidhje si me qenë me PS-n, si me qenë me PD-n. Domethënë ajo ishte një protestë e njerëzve të thjeshtë. Edhe jam shumë i mërzitur për protestën dhe për mikun tim atë gjuhë denigruese që ka bë mos na çani kë. Sepse ai të falenderoj Zotin për jetën e vet dhe mirësinë dhe talentin edhe të gjithë bekimet që i ka dhënë, por nuk mund të jetë që çdo njeri nuk mund të përfaqësoj ai çdo njeri, se ka njerëz në këtë Tiranë, në këtë Shqipëri që vujnë pa mas. Kanë probleme nga më të ndryshmet. Ndoshta dhe pjatën para e kanë bosh ndarkën në shtëpi, ose nuk kanë fare tajnë. Tregojnë to mu vuajtjet. Le mo tani mos flas edhe për artista tjerë, influencer që fshihen mbas interesave të tyre. Por gjithsesi do marrin përgjigjen e merituar një ditë. Të gjithë. Ose ato kanë frikë. Po mendoj këtë që kanë frikë, dalin. Ato nuk e dinë që kanë të drejtë demokratike për të protestuar. Domethënë, ato e kanë të drejtë për me bërë dhe një story, mi shok, koca, çuna, treja, hajde mi bashkohemi sot gjithë protest. Nuk po themi ne të vrasim Edi Ramën, vrasim Sali Berishën, vrasim filonin, vrasim fistekun. O vlla, ne po themi duam një politik të re, duam të kemi një të ardhme sa më të mirë për brezat që do vinë. Stresi do të rritë në fund protestës bashkë me babin e vet, në fund, se 30 vjet drejtor babi Stresit. Qa don më babi Stresit? E kanë mbështetur protestën, Stresi bashkë me babin e vet. Po, kam qenë aty i pash dhe nuk më erdhi mirë që doni të merrni kryesinë e protestës. Vlla, je për demokraci, je për ndryshim, rri në fund vlla, se ty të takon të rish në fund të rjeshtit, se ka hëngër buk 35 vjet. Edhe duhem me miqëra muhabeti së mërzita tani. Ti kapim ti qeshim prej zhelesh, si thote Josefina Topalli. Kape qiteni prej zhelesh, thote Josefina Topalli. Edhe ato, qa janë dy klasat, aty duhen kap dhe qit prej zhelesh. Po pse janë në opozit, nuk do të thotë që e kanë të ndaluar të protestojnë. Nuk ka opozit. Pse janë opozitar? Unë gjë motor. Nëse për shembull nuk do dalë as si forcë politike e tjetër e re, unë do votoj Edi Ramën. Unë kam votu 15 vjet Sali Berishën,
këto vite kam votuar Edi Ramën, Lali Erin, Edi Ramën prap, a kupton, dhe unë nuk e votoj dot më Partinë Demokratike, se unë kam çështjet mia shumë personale, shumë madhore, që jam shumë i ndinjum, shumë i mërzit me Partinë Demokratike, a kupton, që nuk na dha asgjë, domethënë. Unë vi nga një familje me statusin e përndjekur politik. Kam 30 vjet, gjyqe, prona, letra, gjykata, miku jeta babës. Po ikën dhe jeta ime. Edhe unë tani të ri, unë tani prap mas Sali Berishës, mas këtij sistemi, një sistem bën sikur t'i jep ato që janë të tuat, qof një legalizim, qof një certifikat pronësie, vjen një shtet tjetër, pastaj ti ke të merr pronën tënde, duke di që e jotja dhe nuk t'jep një shpjegim që thot o zotri, po ne këtë pronë po ta marrim, ti je trashëgimtar i kësaj prone, ne po zhvillojmë këtë investim këtu, këtë ndërtesë, këtë institucion. Sa do vazhdosh të protestosh? Dhe çfarë kërkon? Dhe a mendon se kjo protestë do të arrijë qëllimin e saj? Unë me thonë drejtën, kam simpati për Edi Ramën, por do me thonë jo simpati që unë por them që si politikan, unë aji e kam pa ndryshimin e Tiranës, që nga Uralanës, e njërën tjetër në Tiranët, Lagje, do me thonë, kjo parti e rregulloi, domethënë, kjo protesta për çfarë po bëhet? Kurse e ka pas në dorë me rregullu dhe Sali Berisha dhe Lul Basha, nuk e kanë bë. Protesta për çfarë po bëhet? Protesta po bëhet që ne nesër që unë dhe ti nesër dhe fëmijët tanë ose prindrit tanë të marrin atë pensionin që baba ime, nëna jote, babi jot kanë punu nga 40 vjet dhe po marrin nga 180.000 lekë pension. Për këtë duhet protestojnë. Edhe ky është faji Edi Ramës. Patjetër, faji Edi Ramës, kujt është? I shtetit, i popullit. I popullit është gabimi, i shtetit është gabimi. Nuk është i popullit. I keq menaxhimi i situatës politike shumë i keq, shumë i sistem shumë i keq. Me thon drejtën, edhe ky që jemi tani. Edhe nëse do dali klasë politike e re, unë direkt s'bëhet fjalë, do ta mbështes. Një thirrje për të gjithë protestuesit, për të gjithë ato që nuk kanë dalë, për të gjithë ato artistët, me që kishe pak E drejta për të protestuar është liri. Është liri e drejta për të protestuar. Dilni, protestoni në paqe, duke mbushur sheshet. Nëse ne duam ta ndryshojmë këtë regjim, nëse ne duam ta ndryshojmë këtë politik, këtë klasë politike, këto dy klasa politike që na kanë marrë jetën, rinin, jetën e prindërve ton dhe rinin ton, na kanë mbajtur të mbyllur. Gjithë ky popull i bukur që jemi, gjithë të njerëz mirë që jemi. E vërtet. Duhet ndryshoj, nuk kam asnjë gjë personale, asnjë lloj gjëja për politikanës, njërën tjetrën, na kupton? Thjesht duhet ndryshoj o vlla. Ndryshimi është i mirë. Për çdo një fillim i ri është gjithmonë. Ishte shumë e bukur kjo mbyllje bisede me protesta dhe me një thirrje për të gjithë shqiptarët kudo që janë. Është drejt protestosh. Është liri, e drejta për protestë është liri. Tani, për të gjithë ato që po na ndjekin, tani është momenti që dullat na dhuroj pak freestyle. Lutem shumë, unë në fundi i filmit, dublimi pastër dhe jo emitimi. S'ke qa thu, unë jam baba i dimrit, Charlie kam shokun ti dukesh Chaplini. Halba, fucking komunist, pera unë e jom heverist. Kur të pëqohet unë ju boj juve dis, valaj nuk ja vlen se ju kurdis. Je i madh, edhe i tjetër e duam tani. Edhe i tjetër, të lutem dhe i tjetër të fundit. Do t'jeqim to të lutem dhe të fundit, unë mendoj që është kaq. Më na e bëj tani tani. Çfarë të bëjmë? Do të rap tjetër, të këndoj prap. Edhe një tjetër, po të lutem. Se për këto tani një reper i vjetër ti, nifesh si reper, të duan të gjithë dhe duan edhe një tjetër. Ditë për ditë edhe pik, e njëjta rutinë unë ndez edhe fik. Pak qetësin tru, mendja qetë dhe fizik, armatim ideal për të luftu unë pa frik. Kujdes ktheje kokën kur t'jetë errësirë, qelli, nxije dikush godet pa mëshirë. Një ëngjëll vdekjes ty të merr pa u gdhir, ty të merr pa u gdhir, pa u thënë lam tu mirë.
Çdo gjë që ke brenda teje dhe familje, çdo gjë merr fund ti u thon larg me milje. Drama përfundon me dhimbje, momentet e bukura shuhen nga idhrimet. Idhërime kujtime nuk ka më kush dëshirë i shtrir, ti përdhes si insekt në lagështir. Kërkon pak dim Zot, falja ti për hir, falja ti qëllimit që kur nuk u arri. Të falenderoj shumë pa mas, ishte kënaqësi tepër e madhe të kem sot në studio dhe të uroj shumë sukses dhe Shumë faleminderit Klea për ftesën. Falenderoj ty dhe gjithë stafin, çunat, gjithë këtu që janë që punojnë. Studio shumë e bukur. Kjo ishte intervista ime e parë, ndoshta mund të jetë dhe e fundit. Ndoshta s'mund të ketë më asnjë lloj interviste më. Edhe unë mendova, domethënë shumë këtë gjë dhe mas shumë mundime, siç edhe të tjerë. Jam kënaqur shumë, ndoshta besoj që kam folur mirë deri diku dhe nuk kam cënu njëri, nuk kam vrarë njëri deri tani me fjalë ose ishe perfekt. A kupton? Ose në mënyrë ofensive, po ju falenderoj. Të falenderoj unë ty.